Saka, mësuese në shkollën Hotellerie Turizëm, prej 14 vjetësh mësuese e lëndëve kimi, gjithashtu pjesë e lëndëve të profesionit të degës teknologjisë ushqimore. Jam dhe shefe degës teknologji ushqimore. Në departamentin tonë të teknologjisë vazhdimisht zhvillohen projekte të ndryshme, projekte me tema mbi ushqimin, projekte mbi mjedisin. Jam përfshirë në këto projekte të gjithë mësuesit e departamentit, me temat përkatëse, për verën, për qumshtin. Unë si pjesë e kimis, në këtë projekt kam prezentuar nxënësit e mi dhe unë, një projekt mbi përbërjet organike dhe produktet ushqimore. Është një projekt i cili nxënësit kanë kërkuar, jo vetëm në internet, jo vetëm me teknologjinë e informacionit, por ata kanë eksperimentuar mbi këto produkte edhe në supermarketet të ndryshme, duke parë vlerat ushqyese, përbërjet që ato përmbajnë, duke nxjerrë dhe grafik të ndryshëm. Faktikisht këtu nuk janë treguar, por ata kanë gjetur përqindje të ndryshme të elementeve të përbërës, gjithashtu ka qenë një pjesë e rëndësishme dhe e aditivëve që përdoren në teknologjinë ushqimore. Departamenti Teknologji në bashkëpunim me drejtorinë ka përsëritur tema dhe gati çdo vit të gjithë zyshat janë përfshirë në orë të hapura, në orë model, ku mund të përmend, domethënë duhet i përmend të gjitha emrat e zyshave për kontributin që ato kanë dhënë, të gjithë klasat pa përjashtim që janë përfshirë në këto projekte, dhe kjo është një përvojë e krijuar ndër vite dhe e cila do të vazhdojë vazhdimisht dhe vazhdimisht. Uroj që në projekte të tilla të vazhdojmë në këtë nisëm që ne kemi marrë në këtë përvojë dhe ta forsojmë ashtu akoma dhe më shumë.